Përshëndetje miq të FSHFTV, rikthehemi si çdo të mërkurë në shtëpinë e futbollit, ku diskutojmë të rejat më të fundit nga bota e futbollit në Shqipëri, duke fokusuar sigurisht tek lojtarët e kombëtares, por edhe tek eventet e rëndësishme të Federatës Shqiptare të Futbollit. Sot kam të ftuar Tefik Osmanin, drejtori i skautizmit në Federatën Shqiptare të Futbollit, Altin Sulçe, shumë eksperiencë në gazetarinë sportive në Shqipëri, dhe Florian Riza si përherë në panelin ton. Përshëndetje Riza. Fillimisht do të fokusohemi si gjithmonë tek paraqitjet e legionarëve, duke qenë se jemi para sigurisht do shumë kohë që të shkojmë tek faza play-off e kualifikuesve për botrorin, por është e rëndësishme gjithmonë të bëjmë një lloj pasqyrimi të asaj çfarë ndodh me lojtarët dhe klubet e tyre, të cilët fakt kanë pasur performanca shumë të mira në këtë fundjavë, të cilat do t'i shohim sigurisht edhe me anë të një tabele, po ndërkohë nisim paksa diskutimin si e shikon Sulçe aktivizimin e lojtarëve në javët e fundit, sepse ka pasur performanca të mira dhe javën që shkoi, por dhe tani, me shumë gola, me performanca të mira, me Don Berisha një ndër tyre, i cili u shpall edhe lojtari i ndeshjes, dha 2 asiste, të cilat do t'i prekim sigurisht një nga një, por në përgjithësi pasqyra si të duket. Ka qenë e bukur fragmentori, me që ne shqiptarët e kemi pas me festa dhe futbollistët kanë dërguar kartolinë e tyre përsa i përket performancave, e ka dërguar Shqipërisë, natyrisht edhe trajnerit e ekipit kombëtar, Silvinius, që të japi mesazhin që ne po performojmë. Fakt Berisha ka man of the match, djali i ri në Itali, del, bën diferencën dhe është një ndër ata që po troket fort tek dera kombëtares. Po e bukur është që këta që nuk i grumullon Silvinio, Anis Mehmeti dhe kompani dhe Muçi. Këta po luajnë po bëjnë gola më shumë. Anis Mehmeti po kërkoi edhe dhelprat. Flori? Në Angli Leicester City po kërkon dhe kjo është vlera 20 milion pound, është shumë e rëndësishme. I kemi mbuluar gjithmonë dhe rastet e Mehmetit, po ashtu dhe të Muçit, patjetër ne analizojnë performancat e lojtarëve tonë me klubet. Ndërkohë, rikthimin e Edi Bajramit, një lajm i mirë besoj për kombëtaren, duket sikur edhe ato performanca të mira me kombëtaren gjatë ndeshjeve të monitorit, duket sikur i ka bërë mirë apo jo. Ajo që fut me kombëtaren, që futi Silvinio, pavarësisht se futi në krahun e djathtë, se nuk është pozicioni fiziologjik i Bajramit, unë mendoj që po fiziologjik. Çfarë mendimi ke? Natural? Natural. Po pra, dakord pra, natural. Me që ju e doni natural, po e them, nuk është pozicion natural i... Po Silvinio thotë që ai është lojtar polivalent që mund të luajë disa role, kështu që teknikisht... Për sa kohë ke disa aftësi, pra mund të jesh një triblues i mirë, mund të jesh lojtar i shpejt, mund të jesh inteligjent, ke vizion dhe horizont për ndeshjen, detyrimisht që mund të tuash në secilin prej krave, majtas djathtas, në qendër, pra ai lojtari që i jepet shumë dorë, që të ketë kreativitet gjatë ndeshjes së futbollit. Pozicioni më i mirë, sepse ti mund të luash çdo vend. Ti Riza kur ke luajtur vetë futboll, ke luajtur beku djathtë, fillimisht me sfushorit djathtë, ke luajtur dhe sulmues. Por në një vend nga këto, tani nuk po flasim për fillimin e karrierës së një lojtari, po flasim për momentin. Në një vend e ke më të mirën. Pra nuk po flasim për fillimet e një lojtari, se si fillon karriera sportive. Nuk e futë njërë tani, se kisha fare me ty. Se kisha fare me ty, e kisha te Bajrami, që i bëri mirë ekipi kombëtar. Po, ku të gjesh këta lojtarë që bëjnë më shumë se një rol. Dhe Bajrami është nga ata lojtarë që mund të bëjnë më shumë se një rol. Me Skënderbeu lujte dig në fund karrierës, por tani ke luajtur qendërmbrojtës. Ti në vetvete nuk dihesh ku e ke më mirë. Jo, po patjetër, po ta pyetë Bajramin e thot ku ndihet më mirë. Po pra dhe unë e di ku ndihet më mirë. Ne po flasim për trajnerin. Ku ndihet më mirë dhe ku prodhon më mirë. Jam dakord, po flasim për trajnerin, është shumë e rëndësishme kur ka një lojtar që i luan 2-3 role. Sidomos dhe në rastet kur mund të kemi mungesa ose dëmtime në një krah të caktuar. Mirë, megjithatë, unë po them këta, Anis me unë kam përmendur dhe Muçi tani, çfarë ishte e Muçi? E kam përmendur edhe herë tjetër, ekipi kombëtar ka dëmuar jo vetëm Bajramin. Do flasim edhe për të tjerë lojtarë. Ndërkohë e preku pak më përpara Riza edhe Osmani performancat e me Don Berishës nuk na bën habim, sepse kemi diskutuar edhe më herët që duket sikur përveç se që e ka fituar vetëm titullarit patjetër, por është një lojtar i cili orienton në një farë mënyrë skuadrën, ose është bërë realisht shumë i rëndësishëm për Lecce. Përmendi po troket fort atë dyert e ekipit kombëtar, po unë nuk do të them të dyert, po troket fort për të luajtur në formacion të ekipit. Po duhet të them se ai në rezervesh, domethënë të dyert të ndjera e formacionit. Vërtet është nga lojtarët më të rinj në moshë. Mos gabohet. 22 vjeç. Edhe kjo është një ardhme e sigurt. Dhe jo vetëm ai, por me përjashtim të 2-3 lojtarëve që pothuajse nuk janë aktivizuar të dëmtuar,
pothuajse jemi në një moment shumë të mirë edhe si themi në shqiptarët, I bashkohemi edhe pak këtu, inshallah vazhdojmë me këtë ritëm. Jam shumë dakord me termin e përzgjedhur assist në rastin e golit të shënuar nga Lecce. Topi I pasuar paralel me komplet vjen e portës, pra dhe zonën e 5 metrëshit dhe nxjerrja e lojtarit të tij, pothuajse I vetëm përpara portës për shënuar quhet plotësisht assist. Se zakonisht e përdorin fjalën assist për pasimin normale gjatë një ndeshje futbolli ose pasimin para se shënohet goli, ndërkohë që nuk mund quhet as. Ai është pasim, dikush është kryesim, po assist është pikërisht ky I top I cili e gjen lojtarin plotësisht të lirë për të shënuar golin. Pra kjo është kamarierin, duke vajtë me tabakan në dorë dhe I ka thënë na, urdo. Mere e ke gati, ka shërbyer në mënyrë më të mirë të mundshme. Këto historisë në kamarieri këtë lezetshme. Po jo më tani atë ka bërë domethënë ka shërbyer djali dhe mënyra se si ai e ka krijuar gjithë gjën, si themin atë qiruar. Mos më detyroj ta tregoj historinë e kamarierit se Lenita nuk e di. Jo, po Lenita do të drejtojë emisionin për ti. Gjithsesi, ndërkohë mbetemi tek e njëjta ndeshje në fakt me Don Berishës, po nga ana tjetër duket sikur me Don Berisha pati një performancë shumë të mirë, po fati nuk I buzëqeshi shumë edhe lojtari tjetër me sfruar tjetër të kombëtarëve shqiptarë, Kristian Aslani, I cili pati mundësinë për të gjuajtur një penallti dhe nuk arriti dot të shënonte, është penalltia e parë që ai ka humbur në fakt në karrierë. Duket sikur ne patëm një diskutim shumë të madh gjatë humbjes së penalltisë së Rej Manaj në ndeshje me Serbin, pse nuk e gjuajti Aslani, duke qenë se ai na ka ndihmuar në fakt në këtë sferë me kombëtaren sepse ka shënuar penallti të rëndësishme. Si e shikon? Sigurisht janë momente që I ndodhin çdo lojtari. Deri ishim drejt. Aslani s'kishte humbur asnjë penallti dhe duhet ta godisë Aslani penalltin. Rej Manaj kishte humbur 2-3 penallti. Aslani e kishte presidentin e parë që besoj që në momentin që vajti te penalltia u bllokua sepse po shikonte portieri. Portieri I bëri kolpo që nuk I lëvizi dhe u bllokua sepse Aslani është nga ato lojtarët që kur shkonte penalltia shikon portierin. Me I kobones mundohet atë. U blloku këma, ngjeci dhe nuk e realizoi dot. Të njëjtën koncept ke edhe ti Osmani? Jo, mendoj e para punës si e shikon? Nuk e humbi me kombëtaren, por ka humbur me skuadrën e tij, kjo na I lehtëson pak, sepse do ishte shumë e vështirë mendoni të humbte një penallti. Por duhet ta përmbledh pak. Kanë shumë presion lojtarët që marrin penallti, quhen edhe lojtarë të mëdhenj. Ata dhe kanë arritur ta humbin. Nuk është as I pari as I fundit. E rëndësishme është që të ndjek fati I Manaj. Ta ndjek fati I Manaj, edhe pse humbi një penallti, turojmë tani që të bëjë një gol tjetër decisiv në ndeshjen e ardhshme. Duhet t'i ndajmë plotësisht. Rastet e penalltisë kategorizohen. Pra, edhe në ndeshjet që për cilët po flasim, nuk është e njëjtë pesha psikologjike ndaj një lojtari në goditjen e ekzekutimin e penalltisë në një ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës Shqipëri Serbi. Dhe barabart me humbjen e penalltisë të një ndeshje normal të kampionatit italian. Pra, ka të bëjë me rëndësinë e ndeshjes, me presionin e përgjithshëm që ka një ndeshje futbolli dy, ka të bëjë me momentin në cilin brenda ndeshjes zhvillohet, pra akordohet penalltia dhe I duhet të ekzekutohet. Pra sa më I çliruar të jetë lojtari nga rezultati, nga performanca e tij, dhe sa më I kthehët të jetë pas gjithë këtyre, aq më të thjeshtë ka. Por pozicioni I penalltisë pastaj e bë përpara një pozite më të vështirë. Kështu që Rej Manaj kishte pothuajse stadiumin mbi shtëpinë në ditën e ekzekutimit të penalltisë ndaj Serbisë, detyrimisht që ky presion psikologjik I pashpjegueshëm mund ta çojë edhe në një humbje të kishte një kombi dhe të kishte një skuadër. Megjithatë, unë besoj Sulçen si një ekspert penalltish, sepse ka ushtruar këtë sportin e penalltive ndër vite. Francisën shumicën e rasteve është humbës, po megjithatë dita analizoi penalltin dhe në aspektin teknik e shikoi si diçka që e shpjegove mirë. Po megjithatë nuk është e rëndësishme të humbësh penalltin në kampionatin italian të rritës. Është një nga kampionatet më të rëndësishme. Raport me ndeshjen për kualifikuesit po sikosh ke edhe reagimin e vet të lojtarit. Po të ishte ashtu e parëndësishme, ai kërkoi falje publike. Ajo ishte shumë në konferencë pra, një sekond pa tani. Po tani unë e kuptoj që ju jeni të dy veta në shtëpi këtu, unë jam një, jam transfer. E vërre këtë. Një është rregull, po drejton shumë mirë dhe komplimente njërë me që më erdhi. Janë rregull, është tamam. Kurse ju tani jeni bërë
Qa tani? Se nuk bashkohesh me ne. Nuk bashkohesh. Shiko, ne nuk tham. Rëndësishme është njësoj do ishte ta unte me Serbinë. Unë po të them, djali, nuk po të them mësë ndeshje me Serbinë, këta po bani ndeshje e rëndësishme historisë futbollit shqiptar. Po në kampionatin italian është një ndeshje shumë e rëndësishme. Nëse Kristian Aslani arriti të gjejë një të kërkoj falje, të kërkoj një excuse për humbjen e penaltisë, ka momente për ta shtyr gjatë kampionatit italian. Po ndeshja me Serbinë nuk kthehet. Patjetër, po. Fati tregoi që Mana i pati mundësi edhe ta shlyen të fakta të penaltit të humbur dhe me që jemi tek Rej Manaj, ai është rikthyer përsëri te goli me ekipin e tij në Emiratet e Bashkuara, vazhdo me performanca të mira, sigurisht besoj Osmani lajmi i mirë për sulmin. Lajmi i mirë sepse sulmuesët nga ana psikologjike në momentin që arrin të shënojnë, kjo është gjë e mirë për sulmuesët, nuk është njësoj si mes fushori ose si mbrojtësi. Sulmuesi duhet të arrit të shënojë edhe të kapi atë formën e vet. Është gjë e mirë mbas ndeshjes që ka patur në Serbi, ka arritur të shënojë tani dhe është gjë pozitive. Është vërtet nga lojtarët që i shërben shumë ekipit kombëtar. Ndërkohë, një tjetër lojtar për të cilën prekëm pak edhe më përpara, Ernest Muçi, i cili vazhdon të mandis Turqinë me golat që shënon, me performanca të mira që ai ka pasur, ka shënuar përsëri një gol shumë të bukur. Shumë të bukur, këtu besoj mund të shprehë Sulçe. Ma komentoj pak. Aty nuk ka shprehje sepse syerja që i bën këmbës ai, shpejtësia që i jep topit. Merë mend që portieri është një hap larg aty, domethënë shiko lëvizjen e portierit shiko. Dhe topi ka qenë me shpejtësi skëterr. Natyrisht është fantastike fare në mënyrën se si ai e qëntron topin me forcë dhe me shpejtësi të tillë që portieri është gati në vend dhe nuk reagon. Absolutisht gol kompjuterik, bile se ishte interesante sepse kapi pa përgatitur spikerin atje, nuk foli spikeri stadiumit fare me golin që u hutu fare. Këte nga Beşiktashi po thonë, si ta marrim ne prap Muçin, e kemi të uazuar, është djali jon te Trabzon. Njerëzit janë dashuruar sepse 2 ndeshje, 3 gola, formë fantastike. Jo vetëm ai, pa ai tjetri me Sallake ishte absolutisht mreslënës, që iku në një ndeshje me gol. Diskutimet më të mëdha për mua. Ti besoj e njeh shumë mirë dhe Muçin sepse e ke pasur tek Tirana. Unë kam pasur edhe te Tirana. Një nga kritikat e mia për Muçin është që në këto gola që shënon, aq më tepër që janë fantastik, siç e përmendi Sulçe, por nuk arrin të festojë. Unë i kam thënë, po ti isha në vendin tënd, do kush e di sa herë do bëja rretha për qark stadiumit. Si ka mundsi? Është dhe pak natyrë introverte. Këto gola në stërvitje, po thuaj se i bën në një stërvitje i bën 2-3 herë, ha? Nuk është se janë rastësi. Muçi në stërvitje këto lloj gola ose goditja nga lart ose brenda zonës kështu i realizon edhe në stërvitje. Po është natyra, po ta shikosh ka natyrë, nuk i përshtatet fare një shqiptarit, duket pak anglez ose. Flori, shumë i ftohtë. Edhe ky është një nga gjërat që i zhvon gjithmonë në dukje, sepse ajo ftohtësia që ka në raport me aktivitetin që ka gjatë një ndeshje futbolli gjatë stërvitjes, duket sikur ky është i pa interesuar për ndeshjen, ndërkohë që është komplet i interesuar, shumë aktiv, por nuk e tregon këtë. Një nga nuk e shpreh, dhe një nga arsyet që trajneri ndoshta nuk e shikon me këtë sy është pikërisht kjo. Ta sa më aktiv në stërvitje, duke e shprehur atë dhe me entuziazmin që duhet ta karakterizojë një lojtar, sepse kjo pastaj po mos është formë modestie, ndoshta sepse kemi parasysh që tranzicioni i Muçit ka qenë domethënë tani po rigjen formën e tij edhe po tregon realisht vlerat e tij në këtë fazë të sezonit. Ai duhet të këshillohet për mënyrën se si duhet të reagojë pas nisër aktivitet që kanë fushën e lojës. Pra qoftë për shënimin e golit, qoftë për humbjen e ndonjë rasti, qoftë për karikimin e lojtarëve të tjerë, qoftë për të marrë nga të tjerët, sepse edhe një lider tjetër që mund të ketë ekipi, mund të dështojë në tentativën e tij për të dhënë krah dhe entuziazëm. Se shkon herën e parë, shikon ftohtësinë, kthehet prapë, nuk e bën më. Flori dhe Sulçe e njohin, po të kishte pak grindën e Devi Mukës, Muçi do ishte një Devi Muka i dytë. Absolutisht. Betet për të parë se si shikon, normal sepse koha dhe mosha ja lejon. Te pjekja dhe tani, te pjekja le të themi dhe si njerëz dhe si futbollist. Mosha optimale për tuatur futboll është pikërisht kjo e këtij. Dhe po kap nivelin që i duhet. Pra ky niveli i shënimit goleve, qoftë ato kundër Beşiktaşit apo edhe ky,
në ndeshjen e fundit, po e çojnë atë tek niveli i entuziazmit, super entuziazmi. Sot di vjet se s'ka kush shkon, e kanë pasur edhe të tjerë këtë. Interpretimi dhe mënyra e realizimit të golave është spektakolare. Është ndryshe nga golet e tjerë, ku diun gol me finesë dirigjent futbolli, nuk e di çfarë më thën për këtë djalë. Shiko, kur u transferua te Beşiktashi për 10 milion euro dhe u mor me xhetin personal të presidentit Beşiktaşit, më thotë që ky kishte vlera të jashtëzakonshme, se ndryshe për çfarë do ndodhte i gjithë këto transakcione dhe i gjithë kjo e kuptuar se kur ai blen 1 milion euro. Që ky Dhe sigurisht që shpresojmë që Muçi do vazhdoj të tregojë këto cilësi që ai ka, por ndërkohë një tjetër lojtar i cili është luan në ligën turke është edhe Taulat Seferi, i cili në fakt ka qenë pjesë e kombëtares për shumë kohë, ka shënuar përsëri për klubin e tij Bodrumspor, në fakt ka shënuar edhe më herë. Dhe është në xhiro të kombëtares, nëse mund të themi. Ka kohë që mungon te kombëtari Asulçe, si e shikon se është lojtari i cili ka thonë De Silvino në krahun e majt që ka shumë trafik. Varet si është trafiku të 21-shi. E ke parasysh, po nëse më thoj se nëse ka lojtar që Mehmeti lun krah të majt, që bën gola, është shumë e vështirë dhimën Seferin kombëtare. Unë personalisht do doja sepse kemi takuar këtu lojtar që e dof, Fanelën është nga ata lojtarët që nga flamur vrapon në dy anët e fushës që nuk ndalon. Por krahu i majt tani po vjen me shumë kualitet, po vjen Mita, po vjen ai djali nga është Mita, është ai djali që po vjen edhe nga Greqia, po është ky Mehmeti, është Muçi që lu prap krahun e majt. Është tek 21-shi? Fika që Suçi ka trafik te 21-shi, do të thotë për kryqëzimin e 21-shit. Edhe jo 21 vjeçarët, se mos Po patjetër. Po Taulat Seferi trafiku vjen nga lojtarë të shumë që luajnë krahun e majt me 21 vjeçarët tan. Domethënë këtë koncept dha. Po trafika e 21-shit, po vjen gjithë talentet, po Ndërkohë një tjetër element i trafikut të kombëtarës është patjetër edhe Anis Mehmeti, i cili po ashtu vazhdon të japi performanca shumë të mira me klubin e tij, edhe tregon vlerat e tij në një kampionat po ashtu të vështirë me një gol relativisht shumë të bukur. 6 gola, 6 asis për momentin Osmani. Çfarë tregojnë këto shifra për të? Këto shifra, përveç se për në një moment shumë të mirë të Mehmetit, to tregojnë që trajneri Silvino e vën shumë në vështirësi. Por ai di më mirë, ai mund ta japi përgjigjen më mirë sepse nuk është e lehtë të kesh Seferi Mehmetin duke shënuar në 15 ndeshje, Seferi 10 gola dhe 4 asis, dhe Mehmeti 6 gola dhe 6 asis. Është në vështirësi, po mos harrojmë që ndeshje me Anglinë kemi parë një Arbër Hoxha që fantastik. Është presion i bukur. Sepse trajneri ka një presion të bukur. Shiko, trajneri kuta lojtar tani po i vin golet me shumë. Ne po them. Kjo është e pagun kaq shumë Federata Shqiptare e Futbollit zotërin që t'i gjej vendin secilit në ekip. Isha shumë pagonin mua, merrnin mua trajnerët e ekipit kombëtar. Është Silvino t'i gjej pikën ku janë gjithë me radhë. Prandaj është me Zabaletër me tani si mos u fut në këto, domethënë në këto përzgjedhje. Më mirë, trajneri ka lidhje pra trajneri. Zoti Zabaleta është Doriva atje që t'i gjejnë vendin. Është shumë t'i gjejnë vendin zoti. Shumë lehtë. Unë e përmend gjithmonë. Sporti është aq i bukur sa japin mendim të gjithë dhe japin zgjidhje të gjithë, por e japin mbasi mbaron ndeshjen. Asnjëri nuk e jep para ndeshjes. Duke marrë parasysh pozicionin tënd në FSHF, Osmani, ke informacion po e ndjek trajneri këtë lojtar? Shiko, të gjithë lojtarët që ju përmendi, të gjithë janë te lista e trajnerit, pa diskutim. Mund të ketë edhe lojtarë të tjerë që mbase nuk janë përmendur deri tani. Por vërtet trajneri mbrojtësin e majt, është e vërtet? Sepse lezova. Mbrojtësi i majt mund të ketë patur ndonjë komunikim para shumë kohësh, por jo tani nuk është as pak e vërtetë. Nuk është, sepse e pash domethënë që dole kombëtarja shqiptare, bilet e kanë parë sot. Kombëtarja kanë menaxherët ose interesat e klubit mund të bëjnë që për lojtarin të ketë këto lloj interesimi. Po me që jemi në krahun e majt, Mario Mita, një titullar tek kombëtarja shqiptare, po ashtu gjithmonë me performanca shumë të mira me kombëtarja shqiptare, jep një asist për klubin e tij Al Ittihad, duke ndihmuar patjetër klubin të marrë një rezultat pozitiv. Një asist shumë i bukur. Si e vetëm ja, e fillon që në fillim aksionin, e fillon që fillim. Asist për Karim Benzema. Dakor, asist është në fund fare. Shiko, e fillon që atje, jep lojtarit tjetër, i del pak me fat këtu, dhe pastaj këtu është lokume me arra. Bien, domethënë quhet ky lloj asisti.
Osmani, ti si e shikon Mario Mitaj në këtë rast? Mario Mitaj tani është një lojtar i konfirmuar. Pothuajse na ka habitur nga ndeshja në ndeshje, na ka habitur dhe çfarë të flasësh më. Unë mendoj që në kampionatin që ka zgjedhur është ai vetë ose menaxher, por mendoj që i ka cilësi dhe kualitetin për të luajtur në një kampionat më të fortë. Dhe padyshim edhe mund të luajmë në skuadra vërtet me emër shumë të madh. Ka dhe moshë në favor që ka hapësirë akoma për të zgjedhur për të bërë diçka tjetër. Ndërkohë, kishte bërë një intervistë ai Piers Morgan me Cristiano Ronaldo edhe për të kampionatin që luajnë. Piers Morgan është një ndër gazetarët më të mirë. Është era 2 dhe 3 që bën me Cristiano dhe i thotë, "Çfarë mendimi ke?" Iq Parisin tha edhe Francën e ha ky kampionat. Thoshta Ronaldo në intervistën e fundit që bëri me këtë. Domethënë e vlerësonte shumë këtë lloj kampionati. Të kujt, se ky është kampionati i Emiratëve Bashkuara Arabe. Ai besoj i referohet kampionatit të Arabisë Saudite. Arabia Saudite, po. Unë sigurisht në kampionatin italian mund të lozi me skuadrat që janë të renditura nga fillimi, mund të lozi pa frikë. Edhe Rej Manaj për shumë duhet në një kampionat më cilësor për të pasur një histori del edhe të Rej, për shumë donte një tjetër trysni që t'ishte gjithmonë top form, se Rej është sulmues i shkëlqyer. Ligë turke sa gola bëri atë kampionatin më të mirë që shmendi gjithë Turqinë. Dhe ai mund të luajë në një tjetër presion. Një gjë konkrete unë. Po. Sot në momentin që po bëjmë emision, luan Atalanta e Gjimshitit për Kupën e Italisë. Dhe është pikërisht Gjimshiti që në minutën 19, në këtë moment që po flasim, ka shënuar për Atalanta. E ja pra ku po të duash si gazetar, edhe informohesh korale, por më ra mua fati ta bëj një gjë të tillë. E ke krizitetin të flërë. Nuk do fillojmë prapë nga segmentet, sepse segmentet është suqe. Jo, një sekundë tani, problemi qëndron këtu. Po lejmë tani, po na jep informacionin tani. Po ç'të bëj? Po s'ka lidhje kjo çështja është, ne kemi tjetër temp, po më jep informacionin. Si e bëri golin? Ja të bëj pyetje, si e ka bërë golin? Si e ka bërë golin? Po shoh televizor. Po shikon pra, mos spekulo tani e di unë kështu. Çfarë di? E pe tani në ku e pe? Ç'a platforme apo ta çon mesazh? Tema e emisionit është performanca e lojtarëve të jashtëme sepse Lenida po na bën të tjerë tani. Nëse ashtu do të jap edhe informacion tjetër çka ka ndodhur sot. Të jap një 6-7 që nga kategoria e parë që u pezullu ndeshja. Unë po them për lojtarët tani, që është shumë rëndësishme. Po ndeshja di jap. Sulçe, jemi ende tek lojtarët e kombëtarës, ndërkohë një nga më meritorët ndoshta edhe të kombëtarës shqiptar ka qenë Thomas Rakosha që gjithë raundi kualifikues me kombëtarën, po ndërkohë që vazhdon dhe paraqitjet e shkëlqyera me klubin e tij, dhe ka pritur një penallti me klubin. Po, me AEK-un. Ka qenë ndeshja me Panathinaikosin. Duket sikur dhe i presidenti i ekipit do futi parin ndomat e zhvishit dhe takoi parin portierin e kombëtarës shqiptare. Fakt ka marrë kompliment edhe nga mediat helene këto ditë, sepse thonë i referoheshin faktit që është portieri i dytë pas Pickford, i dyti në listën e ndeshjeve të shënuara. Vetëm ndeshja me Anglinë që psoi 2 dhe ndeshjet e tjera ka qenë fantastike dhe në Letoni që barazuan e 1-1. Jepi komplimentet të mëdha, u takua i pari nga presidenti, vazhdojnë kështu në Europë, thoshte, dhe në fund fare çunat morën 200.000 euro. Ndomat e zhveshjes të AEK-ut. Ka pasur vazhdimisht performanca shumë të mira Osmani me klubin dhe realisht tregon një rritje të tillë. Sidomos me përfaqësuesen pothuajse ka qenë fantastik. Është viti më i mirë i Strakoshës. E vërtet. Gjatë gjithë karrierës tij, këto eliminatore kanë pjekur, edhe ky ka ardhur te faza e pjekjes, edhe si djalë, edhe Lazio ka qenë shumë mirë. Ka qenë mirë atëherë, por nuk ka qenë shumë stabil në ekipin kombëtar Lenida. Tani, jo, ka qenë dhe Berisha, por ka pas edhe disa gola që kanë ngrënë Strakosha, atëherë kushte te Lazio, nuk e kishte të njëjtën performancë. Tani ka qenë absolut, ka qenë fantastik. Pothuajse 2 ndeshje luante Berisha, futese Strakosha. Nuk e ndjente veten. Mund të themi që është kristalizuar roli i tij si portier i parë. Me sa marrin vesh ne, mendoj që një portier do atë siguri dhe normalisht siguria i është dhënë dhe i është dhënë në maksimum. Ai ndihet vërtet lider te porta e kombëtarës. Këtë po e tregon edhe te ekipi. Është dhe mosha, sepse portierët ecin tani luajnë deri në 38.
39 vjeç. Tani ai po futet në një moshë pjekurie që shumë e rëndësishme te portieri, që të ketë duar të forta. Eksperienca. U puqën disa faktorë bashk. E para u rikthye në Athinë atje ku ka lindur dhe detyrimisht që e ka, domethënë është rritur në ambientet sportive greke, athiniote dhe kjo ka të shumë sepse është i rritur me mentalitetin në kampionatin në cilin luan. Jo, shkon kampionati grek sepse kampionati grek nuk janë shumë të mira. Ka bërë super kontratë me nuk ka të bëjë shumë kjo se sa mënyra se pres. Do në detaj për kontratë, megjithëse unë do të ndërpres ty, domethënë gjatë emisionit, mos kërko sepse unë do të ndërprej 5 herë që kam filluar unë ti 5 herë spërkat direkt. Për ta mbyllur Riza me Strakoshën? Edhe një, do thoya që pra u gjet ekipi, u gjet kontrata, u rrit kontrata, u puqën kushtet pra që të jetë dhe në Greqi, që të jetë dhe në Athinë, që të jetë dhe me kontratmi, të jetë pranë familjes, pra e largohet emigrimin që kishte në kampionate ndryshme, qoftë italian apo angles, dhe ka gjetur dhe formën maksimale të ekipit. Forma e mirë e ekipit përkthehet dhe në formë të mirë të Strakoshës, kurse ndeshjet me kombëtar si asnjëherë më mirë. Pra garancia e portës ka qenë maksimale. Sepse kur ke portën mirë ke edhe partet mirë, se që aty fillon gjithë siguria. Ka qenë ndeshjen me Serbinë ka qenë spektakolar, i sigurt, i qetë, Çumçakizin gojë si zakonisht dhe duke treguar një qetësi spektakolare. Ishte një siguri e madhe në ndeshje të vështirë. Po shikoj dhe tani është bërë, ka ndryshuar çik, shikoj dhe më aktiv me lojtarët e kombëtarës, flet, socializohet më shumë sepse është dhe momenti. Foto Strakosha nuk e bën dot, Jo, po flasim për dy gjëra të lindura. Foto Strakosha ka qenë talent natural, me që nuk e do fiziologjik, dhe po nuk ishte edukimin futbollistik të mirë, sepse vajti direkt sipër, fal aftësive të tij natyrore. Po ama nuk ishte mësuar si te Dinamo, si te Partizani, me portier mënyrët. Dhe foto i kaloi këto fal aftësive të tij të jashtëzakonshme fizike dhe duke punuar shumë, duke e mbushur të gapën. Kurse ky djali ka filluar komplet ndryshe. Ka vënë që s'ke komunikim me Strakoshën, ke vetëm me foto. Duhet të ketë me gjithë. Ti ke përshtypje për gjithë apo gjithë ke përshtypje gabim. Ti e ke gjithmonë. Ti ke gjithmonë përshtypje gabim. Ky është portieri aktual i ekipit kombëtar të Shqipërisë dhe ky është më i miri për moment. Dhe urojmë kështu që të jetë edhe në performancat e tjera patjetër me kombëtarën, por ndërkohë një tjetër lojtar shumë i rëndësishëm i kombëtarës që e prekëm edhe pak më përpara është Arbër Hoxha, i cili në fakt duket sikur kishte një dëmtim me Dinamon Zagrebit në ndeshjen ndaj Goricas, por në fakt duket që e ka tekaluar dhe nuk është asgjë për të shqetësuar dhe të jetë i gatshëm për ndeshjen e radhës. Ndërkohë nga djemtë tashmë kalojmë tek kombëtarja e vajzave, të cilat bën 2 ndeshje miqësore, zhvillon 2 ndeshje miqësore ndaj Turqisë. Me një barazim në ditën e premte 1-1 dhe më pas një humbje 2-0. E komentojmë pak bashkë Riza. Sigurisht të janë teste mirësore për të parë edhe gjendjen e vajzave në kuadër patjetër të përgatitjeve të eliminatoreve të vitit 2026, po si e shikon gjendjen e grupit? E shikojmë mirë, të dyja ndeshjet ka pasur do të kenë qenë 5 ose 6 vajza të cilët janë testuar me ekipin kombëtar. 7, ndoshta 7, se ndoshta gaboj. Te ndeshja e dytë dhe i ka shërbyer të paktën testimet e këtyre lojtarëve të parë që a janë këto të gatshme të kontribuojnë dhe të militojnë në ekipin kombëtar shqiptar përveç procedurave pastaj që duhen plotësohen gjitha. Dhe dyta trajnerë kanë dashur ta mbajnë grupin në kontakt me njëra tjetrën, që mos ketë kështu shpërndarje të pafundme nga ndeshja e fundit e një kompeticioni drejt te ndeshja e radhës një kompeticioni tjetër, distanca mujore shumë e madhe. Dhe kjo për ta mbajtur ekipin të bashkë, ka pasur shumë entuziazëm, kam informacione që kanë festuar, janë kënaqur, ka pas një problematik për sa i përket udhëtimit, që duhet të thënë ishte një nga gjërat që se kishim dëgjuar ndonjëherë. Dhe pastaj gjërat janë rregulluar, por një pjesë e ekipit ka fluturuar me një shoqëri ajrore tjetër, një pjesë ka shkuar nga Malizi. Pa ka pas një farë problematike derisa janë stabilizuar, këto ndikojnë edhe këtë ecuria e ndeshjeve, por një ndikim të veçantë ka pasur dhe arbitrat ose e treshja e arbitrave që kanë qenë nga Ukraina në të dyja ndeshjet. Ka pasur raste të shënimit gol në pozicione jashtëroje dhe detyrimisht që trajneri është ndjer
i shokuar nga këto vendime të arbitrit. Ndërkohë Osmani duket sikur performancat e kombëtarëve së vajzave janë përmirësuar edhe për sa i përket edhe rezultateve në ndeshjet e fundit. Referohemi edhe gjatë Nations League. Si e shikon ekipin përpara në kuadër sigurisht përgatitjeve për ndeshjet të rëndësishme që kanë në muajin mars, fillimisht nga ndaj Malit të Zi? Është vërtet, unë edhe kur kam qenë larg, pothuajse kam diskutuar me trajnerin Grima, është vërtet një trajner kërkues, këtë ka transmetuar edhe te skuadra dhe vërtet rezultatet janë pozitive. Unë prandaj përmenda edhe me Florin. Ndeshja e dytë nuk duhet parë si negative edhe pse jemi mundur 2-0, pothuajse janë aktivizuar lojtare që trajneri i shikon që mund t'i bashkohen një grupi cilësor. Ndeshja e parë mendoj që ka qenë shumë e mirë, që Flori ka eksperiencën, që mund ta ndihmojë shumë. Ndeshja e parë është zhvilluar dhe ka patur ritëm goxha të mirë. Unë mendoj që kemi një të ardhme përpara me këto vajza. Me në krye trajnerin dhe stafin e tij. Po flasim për dy ekipe që janë realisht pothuajse të njëjtit nivel. Pra dhe Shqipëria dhe Turqia kanë nivel. Ndeshjet u zhvilluan në Turqi dhe detyrimisht do të kishin dhe avantazhin e fushës dhe avantazhin që luajnë shtëpinë e tyre për gjithë problematikave që për të justifikuar ato që megjithatë e ardhmja domethënë Nations League për vajza që do duhet nga marsi deri në qershor do të jetë shumë më agresive, do të jetë shumë ekipe më cilësore sa Turqia. Por që e rëndësishme është që testet të tilla t'i shërbejnë patjetër kombëtares së vajzave për këtë përgatitje. Të falenderoj Tefik Osmani që ishte me ne në këtë pjesë, ndërkohë që në pjesën e dytë ne do të kemi një zyrtar të Federatës Shqiptare të Futbollit për të folur për disa investime gjatë gjithë vitit që ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit në infrastrukturë dhe po ashtu edhe për çështje të tjera. Shihemi pas publicitetit. Shumë të lumtur që vazhdojmë edicionin e tretë të projektit Uniforma Ime, një projekt që siguron uniforma falas për çdo vajzë dhe djalë që dëshiron të luajë futboll në Shqipëri. Është edicioni i tretë që shohim buzëqeshjen në fytyrat e fëmijëve, në dhuratat dhe gjithë materialet që ne dhurojmë. Kjo nuk është thjesht një dhuratë materiale, por është një mesazh i qartë i Federatës Futbollit, duke i vendosur fëmijët në kushte të barabarta për të luajtur futboll, për realizimin e pasionit të tyre dhe edukimin e tyre nëpërmjet futbollit. Dërgoni para nga kudo ku ju ndodheni, kudo ku ata janë, kurdo që dëshironi. Dërgo para me Western Union. Besimi rritet me kohën. Prej më shumë se 150 vitesh në shërbimin tuaj, për t'ju ndihmuar të dërgoni para shpejt kudo në botë. Dërgo para sot. Unionet, Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush. Së bashku në pulsin e çdo momenti. Mes ritmit të tifozërisë. Mbi çdo sfidë, drejt çdo fitoreje. Së bashku me rrjetin që bashkon një komb. Sponsor krenar, Vodafone. Kur ata bëhen gati, edhe ne bëhemi gati. Kur loja fillon, emocioni na pushton.
Kur ata kthehen, më forcë brorasin. Kur ata shënojnë, zemra në gufon. Çdo gol është një festë e madhe. Në çdo humbje e në çdo fitore, mbështesim gjithmonë kombëtaren. Kështu e do Shqipëria. Kredisbank, sponsor i kombëtares shqiptare. Jemi rikthyer në studio pas publicitet, ndërkohë studio si është bashkuar edhe Kevin Leshi, drejtori i departamentit të projekteve infrastrukturore në FSHF. Përshëndetje Kevin. Ju faleminderit në radhë para për ftesën, është kënaqësi. Mirë se ju gjeta. Edhe suksese me emisionin, e kam ndjekur dhe është shumë interesant me të gjithë informacionet që ai jep për zhvillimet në futboll. Si për nga ana sportive, gjithashtu dhe nga ana infrastrukturore. Shumë faleminderit. Ndërkohë, nëse do bënim një lloj rezumeje pak të vitit 2025, nëse do të flasim për shifra ose për disa statistika, si ka qenë kjo në terma të investimeve Federatës Shqiptare të Futbollit? Pra, siç dihet, federata është angazhuar në përmirësimin e infrastrukturës sportive, duke bërë të mundur ndërtimin e fushave të reja në bashkëpunim me bashkitë lokale apo dhe me klubet të kategorive të ndryshme, kategorisë parë, superiore apo dhe kategorisë 2, gjithashtu dhe me akademit. Njëkohësisht ajo në bashkëpunim edhe me bashkitë tjera ka bërë dhe rekonstruksion të stadiumeve apo fushave ekzistuese, duke sjellë një përmirësim të infrastrukturës. Siç dihet, infrastruktura është mjaft e rëndësishme për zhvillimin e futbollit, pasi duhet të plotësojmë gjitha kushtet fëmijëve të cilët të stërviten në kushte optimale. Në këtë mënyrë ato mund të zhvillohen për më shumë, që të nxjerrim elemente të ri për kombëtaren. Gjatë vitit 2025 kanë përfunduar 4 projekte infrastrukturore. Është një fushë në qytetin e Shkodrës, në Shtoj. Kemi një fushë me karakter social që është bërë te famullia Shëna Prendës, ku fëmijët e zonës do të angazhohen duke zhvilluar aktivitete të ndryshme. Së fundmi jemi drejt përfundimit të fushës sportive në shkollën sportive Bernardina Qiraxhia. Atje do të stërvitet Akademia Elite Youth, e cila është një projekt shumë i rëndësishëm i Federatës Futbollit, i cili po mbështet talentet dhe lojtarët më me perspektivë për zhvillimin e tyre, po. Dhe edhe gjithashtu sapo ka përfunduar dhe fusha e tretë në ambientet e shtëpisë futbollit. Kjo fushë shtohet kompleksit ton, pra shtëpisë futbollit, ku kemi aktualisht 3 fusha me përmasa standarde dhe kjo do të japi frymëmarrje edhe fushës aktuale me bar natyral, ku mund zhvillohen dhe turnet ndryshëm nga UEFA edhe FIFA. Ndërkohë do të ndjekim sigurisht disa pamje edhe nga fusha më e fundit që i është shtuar shtëpisë futbollit, fusha e tretë. Ndërkohë Riza, sigurisht viti 2025 ka qenë i rëndësishëm edhe në aspektin e organizimit të shumë turneve ndërkombëtare, po ashtu edhe të Europianit të 17 vjeçarëve. Si kanë qenë të përshtatura, po themi, këto investime infrastrukturore, ndërkohë me arritjet që po bën federata në lidhje me ndërmarrjen e kaq eventeve të rëndësishme? Unë mendoj që kjo do të shkojë për shtat. Pra, shtimi i numrit të fushave me bar natyral, apo shtimi i fushave me bar artificial për stërvitje, do të shërbejë shumë të gjitha aktiviteteve ndërkombëtare që ne zhvillojmë në kuadër të mini turneve për UEFA. Kështu që sepse vijemi në vështirësi pas here, ekipet duhet të përdorin një fushë disa ekipe dhe orare të ndryshme brenda një dite sportive për të përballuar numrin e lartë të stërvitjeve që kanë ekipet. Kështu që duke bërë sa më shumë fusha, duke pasur të grupuara në vendet ku ne pretendojmë të organizohemi, pra me akompandimin dhe stërvitjen dhe ndeshjet, kjo shtoi pastaj, domethënë, do na japin edhe një vlirshmëri shumë të madhe në aspektin organizativ, nëse në aspektin sportiv do të rrisë padyshim cilësinë e stërvitjes së ekipeve. Pra, nëse shikojmë fushën e tretë tek ambientet e shtëpisë futbollit, pra ku ndodhet edhe qendra e FSHF TV-s, mendoj që ne do kemi mundësinë që këtu të stërviten edhe lojtarë të ekipeve rajonale amatore, edhe lojtarët e ekipeve kombëtare, sepse fusha me bar natyrale ekzistuese ka qenë vetëm në dispozicion të ekipit kombëtar dhe ndonjë ndeshje tek këtu të mini turneve që ne organizojmë, ndërsa kjo fushë do të shërbejë më shumë, kështu sa më shumë fusha me bar natyral, dhe sa më shumë, dhe sidomos sa më shumë fusha cilësore që të kemi neve, aq më i lartë do të jetë niveli i lojtarëve të cilët ne përgatisim. Aq më e lartë do të jetë cilësia e një ndeshje futbolli ku ne marrim pjesë, qoftë ne me ekipet tona kombëtare, apo qoftë ekipet e tjera kombëtare që janë pjesë e mini turneve që ne zhvillojmë në vendin tonë në kuadër të
mirë neve për UEFA. Patjetër. Ndërkohë Kevin është drejt përfundimit janë drejt përfundimit dhe punimet për stadiumin e Vorës dhe pritet besoj që klubi Vorës që fillojë të luajë që nga janari apo jo. Po në janar të zhvillojnë ndeshjen e tij në shtëpi. Ka pasur dhe presidenti Duka një vizitë së fundit. Bëm një vizitë së fundi ku inspektuan punimet, ato kanë ecur me ritme shumë të shpejta dhe në stadiumi i Vorës do të sjellë një stadium bashkëkohor për Shqipërinë edhe për qytetin e Tiranës, pasi është shumë afër qytetit edhe do t'i japi mundësinë sportazhëve që të shohin të gjitha ndeshjet e Vorës në A-Biznet superiore, në një stadium modern ku i përmbush gjitha kriteret e UEFA-s për një stadium të kategorisë 2. Kjo ndërkohë Sulçë si mendon, është gjë e mirë patjetër sepse çdo ekipi që aderon në A-Biznet superiore ka fushën e vet ku mund stërvitet dhe rritet tek kështu niveli i kampionatit apo jo? Po sigurisht, normale, sepse edhe Vora që po bën mirë në kampionat, ka pas një edicion të mirë, kërkon që të ketë një stadium cilësor dhe kjo do ta ndihmojë ekipin dhe klubin që të arrijë objektiva të tjera, por është pozitive që Federata Shqiptare e Futbollit të vazhdojë këtë lloj politike, për shembull se shumë ekipe për shembull nuk kanë fusha, njerëz shkojnë bëjnë ndeshje siç është e Partizani që ndeshje në bar artificial, shumë dëmtime dhe po ti përkthesh ato vetëm sa dëmtime, sa kosto kanë për ekipin e shëtëmërshëm. Duhet që të gjenden gjithë, të ndihmojnë gjithë faktorët, gjithë aktorët që si rasti pozitiv i stadiumit të Vorës, të ketë edhe shembuj të tjerë, që edhe ekipet luajnë në shtëpi, mos dekdisë mos shkojnë në kampionat sa të kampionati bëhet më cilësor, ka më shumë konkurrencë, por do jetë mirë edhe për futbollin njerëz. Po të shikosh një ndeshje i referon gjithmonë Partizanit se ka gjithë ato blerje ka bërë presidenti i ekipit. Dhe futbolli nuk del ashtu siç duhet. Futbollistët nuk shprehen atje, dëmtimet janë prezente. Domethënë kjo duhet zgjidhet sa më shumë dhe natyrisht federata në këtë mes ka një rol kyç. Ndërkohë jemi duke ndjekur disa pamje nga fusha servitore në Krujë që është po ashtu një investim i radhës i Federatës Shqiptare të Futbollit, Kevin? Me Bashkinë e Krujës, po është drejt fundit punimeve, bazamenti i fushës, i cili dështrohet me tapet artificial dhe do të jetë në dispozicion të akademive në qytetin e Krujës si dhe ekipit parë të Krujës që të stërviten. Dhe kjo do i shtoj numrin e fushave të rëndësishme ku do stërviten të gjithë futbollistët. Besoj se mund të kishte një panoramë më të bukur Riza se sa dhe kanë luajtur ndeshje zyrtare atje dhe janë stërvitur në disa raste dhe kujtoj shumë mirë se nivelin e fushës, pra fakti që do kthehet në një fushë me bar artificial pa sintetik, kjo do të jetë edhe një shpëtim dhe për ekipet zinxhir të Akademisë së Krujës, apo dhe për ndeshjet të cilat nuk edhe shumë do të thonë që shikoj çfarë kanë ndodhur në këto vite, fal dy gjëra kryesore. Pra investimeve në futboll, në fushat dhe terrenet sportive dhe stadiumet, është zhdukur nga pamjet tona televizive, një fushë me balt nuk ekziston më. Po ti referohesh kampionatit A-Biznet superiore, ti nuk ke fusha apo terrene sportive apo stadiume të kësaj kategorie që unë sapo përmenda. Dhe kjo është një arritje e cila ka ndodhur si për shkak të investimeve që janë bërë nga federata, nga vetë klubet, po edhe nga kriteret e vendosura për mirëmbajtjen e vetë stadiumeve. Se dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme pra. Pasi e bëjmë një fushë, pasi e ndërtojmë një stadium, duhet kemi edhe kriteret e duara të mirëmbajtjes dhe duhet jenë të detyrueshme për klubet që mos ta dëmtojnë fushën nëpërmjet stërvitjeve të vazhdueshme të ekipit tyre. Pra që të kemi gjithmonë se cilësia e fushës, cilësia e ndeshjes, cilësia e prodhimit të sinjalit dhe cilësia e vetë, pra vizuale, pamore, e një ndeshje futbolli është shumë e rëndësishme. Patjetër. Ndërkohë një tjetër moment i veçantë gjatë kësaj jave ka qenë edhe vizita e presidentit Duka në Tetov te klubi i Shkëndijës, ku sigurisht ka takuar krejt e klubit dhe po ashtu ka bërë një vizitë edhe në qytet. Kevin, cilat janë prapaskenat e këtij takimi, sepse sigurisht që ai është një klub shqiptar dhe vazhdimisht ne jemi në kontakt me klubet shqiptare edhe jashtë kufive të Shqipërisë, po sigurisht është duke u ndërtuar ndërkohë edhe stadiumi. Ka federata ndonjë dorë aty? Jo, federata jon nuk ka dorë aty, po merret federata e shtetit në Maqedonisë Veriut, e cila nëpërmjet fondeve të Atrikut po bën rekonstruksionin e stadiumit. Presidenti Duka ka shkuar në vizitë duke ndjekur dhe inspektuar punimet, duke qenë se është dhe kryetari i
i hatrikut i fondit investimeve që ka UEFA për zhvillimin e infrastrukturës në gjithë Evropën. Ku dhe ne nëpërmjet këtyre fondeve vazhdojmë investimet tona të vazhdueshme për përmirësimin e infrastrukturës. Dhe gjatë vitit 2025, pra jemi drejt përfundimit në disa investime të rëndësishme, po përfundojnë 2 fusha në qytetin e Gjirokastrës, pra nga një fushë ekzistuese janë për 2 fusha, duke shtuar kështu numrin e fushave qytet, ku do të zhvillohen ndeshje të moshave dhe stërvitje të ndryshme të ekipit parë të luftëtarit. Gjithashtu jemi duke përfunduar 2 fusha në qytetin e Prenjasit, ku do të stërviten akademi të ndryshme, dhe ky është një investim shumë i rëndësishëm. Së fundmi, qyteti i Tiranës, pra pranë rrethinave në fshatin e Picallës, do të shtohet një fushë me standarde, ku një akademi e cila do ta përdori këtë për të gjithë zinxhirin e moshave që ka. Dhe siç e përmendëm kryen, po të gjitha fushat të cilat e investojmë janë me standarde sipas UEFA-s dhe FIFA-s, pra fusha ka për masat 105 me 68. Ka mundësi federata të investojë më shumë apo është problem toke? Është problem toke dhe problemi i bashkëpunimit me bashkive lokale. Pra sepse edhe ose qoftë me individ me akademi të ndryshme. Pra ne mjafton që të kemi një fushë 3 që të ketë për masat standarde, po themi 110 me 78 metra katror, përsa i përket fushës dhe vizimit, dhe nëpërmjet projektit 100 fushave që Federata Shqiptare ka lançuar shumë më përpara dhe i përkon gjithë ndërtimit fushave të reja, jo përmirësimit fushave aktuale. Pra ne duam fusha të reja që të shtojnë. Ka kriteret dhe aplikon Federata Shqiptare. Po, mund të aplikohet dhe ajo shurtohet, mund gjejë mënyrën që ajo të shtohet. Na jep një tokë, t'ju ja kthejmë në fushë. Kjo është moto e Federatës Shqiptare. Nëse ke për shumë, edhe ishte mirë që bashkëpunimit ishte i kësaj natyre. Dakor, sepse mund të jetë në çdo cep Shqipërisë ajo. Si ka që tani tokë mes Tiranës nuk e gjet dot, sepse është shumë i shtrenjtë. Ti mund shkosh në Po nuk ka rëndësi nëse je privat, nëse je bashki, nëse je kompani apo je individ. Pra secili prej këtyre i cili vend dispozicion një tokë që ka parametrat kevje përmendi, si atë 110 me 78, atëherë kjo nga federata kthehet në një fushë të mirëfillt futbolli me të gjithë dimensionet dhe përmasat që formati parashikon. Që zhvillohen të gjitha ndeshjet të gjitha kategorive të moshave, pastaj për të zhvilluar ndeshje të kategorisë parë apo dytë duhet të ndërtohen edhe dhoma shpeshja poshtë aty. Po, patjetër. Ndërkohë Kevin, duke më parasysh që jemi në përgatitjet për bashkëorganizimin e Europiane të 21 vjeçarëve në 2027-ën, besoj në vitin 2026 do ketë po ashtu plane të tjera dhe projekte të tjera. Patjetër, ka disa plane të tjera infrastrukturore, le të theksojmë që më së fundi në bashkëpunim me klubin e Laçit do ndërtohen 3 fusha në kompleksin sportiv ku planet e fillimit të kanë filluar punimet, do jenë 2 fusha me bar artificial dhe një fushë me bar natyral. Tek fusha me bar natyral do ndërtohet edhe një tribun për sportdashtit, gjithashtu në të ardhmen do bëhet edhe hoteli, edhe dhomat e zhveshjes, duke kthyer këtë në një kompleks modern që do t'i shtohet vendit tonë. Dhe sa më shumë kemi si këto modele, aq më të lumtur do jemi ne për zhvillimin e infrastrukturës dhe sportit përgjithësi. Pra për të organizuar kampionatin evropian për 21 vjeçar në 2027-ën, të 8 ekipeve që do marrin pjesë në këtë kampionat, pra pjesa e Shqipërisë, do të kemi një super hotel, një super fushë për stërvitje, për secilin dhe një stadium se ai ku do të luajë. Dhe besoj që brenda këtij viti do ketë zhvillime të jashtëzakonshme që të gjitha këto kushte të realizohen. Dhe sigurisht nga këto investime përfitojnë patjetër më pas edhe akademit, klubet edhe të gjitha ekipet që aderojnë në Shqipëri. Ndërkohë një tjetër event shumë i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, por fakti futbollit shqiptar në përgjithësi për gjatë vitit, është edhe Mbrëmja Gala, topi i artë, siç e kemi quajtur, që do të zhvillohet në datën 15 dhjetor në Teatrin e Operës dhe Baletit, ku do të kurorzohen edhe fituesit e çmimeve më të rëndësishme. Janë 11 çmime apo jo, Kevin, dhe do të ketë pjesëmarrje nga shumë aktorë të rëndësishëm të sportit, gjithashtu dhe të ftuar special. Ky është edicioni i 4-të, siç ju e thatë, do jetë në bashkëpunim sërish me moderatorin Ardit Gjebreja, duke kthyer këtë në një event tashmë të zakonshëm për Federatën Shqiptare të Futbollit, i cili është shumë i rëndësishëm për të promovuar të gjithë aktivitetin futbollistik që ka ndodhur gjatë vitit, qoftë në kampionatin kombëtar apo dhe me
zhvillimet e ekipit kombëtar apo lojtarët e cilët luajnë jashtë Shqipërisë. Patjetër, Sulçe është kthyer një traditë që qenë edhe në mbrëmjet e tjera gala, janë edhe 2 çmime të cilët janë për lojtarë nga kombëtarja shqiptare, po ashtu edhe çmime shumë të rëndësishëm për vajzat dhe djemt që luajnë futboll në Shqipëri. Shko, unë prej vitesh e kam ndjekur këtë mbrëmjen e federatës që bën gjithmonë në fund vit, edhe tani kohët e fundit është bërë më pompoze. Le të themi më europiane. Ke parasysh i afrohet shumë, se po shikoj edhe atë që bënin në Itali. Pse kishin gjë atje? Domethënë pash që donin, hajde këtej, dil këtej, shko andej. Domethënë aty kur e pash, unë s'para pëlqej si tip kollaj e vende. Ja, e pash atë domethënë që kishin bërë në Itali dhe që donte shumë. Këtë rasti domethënë bën, këtë ratë në fundit më pëlqeu, mënyra e organizimit. Kishte surpriza, kishte edhe këta të ftuara që vinë nga kampionatet të huaja, për shembull që emrat të shquar të futbollit që krijon edhe një lloj tjetër atmosfere. Çfarë pret nga ky vit? Duke marrë parasysh sigurisht edhe gjithë pasqyrën e superiore vitin e kaluar. Presim mos jetë një lloj, e ke parasysh, bëjmë diçka të re që t'jetë të bëj diferencë, se po që ajo copy paste, siç e bën vjet, të bëjmë vetë. Po nëse lojtarët kanë performuar njësoj si në sezonin e kaluar, po nuk po themi ne se ato janë në erdhën gjithë tani të kjo të pyes, nëse do ketë ndryshime në formacion, çfarë pret, çfarë sigurisht do ketë sigurisht. Unë pres edhe surpriza në moderime, gjithë me radhë në organizim që t'jetë akoma më mirë këtë vit të lojtarët, si na erdhën këto e bëm formacione gjithë lojtarët, po kam votuar sepse duhet, po nuk do e them. Po s'ke se ta thua se po thishte se ashtu bëj hapur votimin, ky është personal. Jo, nuk do të them as kafe që do të takoj ty. Do kesh hapësirë mund ta thuash pasi të mbarojmë mbrëmja gala, sigurisht në javën tjetër do të diskutojmë pak më tepër në lidhje me eksaktësisht cilat janë çmimet, se do të jenë personazhet e rëndësishëm që do të japin ato çmime, por sigurisht që mbetet për të mërkuar në tjetër. Ndërkohë një tjetër projekt shumë i rëndësishëm e Federatës Shqiptare të Futbollit është dhe uniforma ime që ka shkuar në vitin e tretë të organizimit, ku shumë fëmijë të cilët janë pjesë akademive, klubeve, marrin uniforma, një paketë të plotë të uniformave falas. Është kthyer në traditë patjetër dhe këtë vit ka përfshirë edhe luginën e Preshevës. Një fjalë ndoshta Kevi edhe Patjetër, atëherë federata ka marrë angazhimin që të gjithë fëmijët që aktivizohen ose merren me aktivitet sportiv futbollistik në luginën e Preshevës do të pajisen njësoj si të gjithë fëmijët që jetojnë në Shqipëri me nga setin e plot nga uniforma ime, duke i krijuar kështu atyre mundësinë që të stërviten, jo thjesht duke dhënë uniforma, por edhe topa. Dhe si angazhim në bashkëpunim dhe me një nga bashkitë që ndodhen në zonën e luginës Preshevës është duke u parë dhe mundësia për ndërtimin e një fushe me standarde në mënyrë që fëmijët e zonës atje të kenë mundësinë të stërviten njësoj si të gjithë moshatarët e tyre. Ndërkohë, Riza, kjo është kthyer tashmë në traditë në fakt sepse edhe fëmijët i kanë pasur edhe në sezonet e kaluara uniformat. Pra, në vazhdon e uljes së shpenzimeve për secilin nga ekipet e moshave për fëmijë të ri e shumë e radhë. Federata Shqiptare e Futbollit ka sjell 2 projekte gjigante, siç është Topi. Pra nuk ka asnjë lojtar në Republikën e Shqipërisë që të paguajë për një top futbolli dhe që para 3 vjetëve në vazhdim nuk ka asnjë lojtar në Republikën e Shqipërisë, djalë apo vajzë, që të paguajë për uniformat sportive. Projekti Uniforma ime është një projekt unik dhe në të gjitha bisedat me kontaktet e mia ndërkombëtar habiten se si ka mundësi që një federat të investoj kaq fort në një projekt kaq madhor. Nuk ka të ngjashëm, nuk ka asnjë federat tjetër që të bëjë të investoj tek uniforma, te setet e uniforma për secilin lojtar që luan në territorin e saj. Pra jemi vetëm neve dhe besoj që kjo është një nga ngjarjet më të mëdha. Çdo lojtar ka në setin e tij bluza për stërvitje, tuta për stërvitje, çdo gjë që i duhet dhe këto mund t'i ndrojë vazhdimisht. Ndërkohë që prindërit e tyre janë zhveshur nga pagesat e shumta sepse kostot e zhvillimit të një lojtari janë shumë të mëdha, siç përfshin topin e futbollit,
uniforma sportive kanë mbetur vetëm këpucët e Një seti futbollit. shkon rreth 200 euro. Po patjetër, po kanë ngelur vetëm për këpucët e futbollit, të cilat janë plotësisht individuale dhe është e vështirë që pastaj të hyjmë deri te kjo nivel. Sulçe ndërkohë duket sikur Po në tarë edhe vanela individuale. Sulçe duket sikur mungojnë vetëm këmbët dhe dëshira, pra vetëm i mjaftojnë të ketë këto dy element një futbollist që të ketë hapësirë për të zhvilluar dhe për të luajtur futboll në Shqipëri. Se folëm për fusha, folëm për uniformat. Me gjithë, po janë ca për shembull ca ekipe që janë private, bëjnë pagesa të mëdha për prindërit. Është në Italian tani ikën pagojnë në përfusha. Federata ka ndihmuar, okay, në rregull, jam unë me atë, s'do paguaj dhe atë që të profesorin për sa i përket në për ekipe, por nuk e di çfarë roli mund të luajë federata këtu, sepse ndonjëherë janë ca që janë edhe nuk stërvisë, vetëm mbledhin. Ta kupton për çfarë bëj fjalë? Jo, po them, ka disa, domethënë pagesat janë shtrenjta për sa i përket fëmijëve në ekipet private. Nuk e di çfarë roli mund të bëj federata këtu. Po federata i ofron uniforma sportive për të gjithë, nuk është edhe topat. Nuk është se bën dallim nëse ti je një shoqat private, një klub privat apo je një shtetëror. Në shtetëror skemi faktikisht, por të gjithëve ju ofrohet ky shërbim. Pastaj ka klubi që nuk i marrin, është komplet gjë tjetër, po Federacia Shqiptare i ofron secilit prej lojtarëve që luan në territorin. Ku abuzojnë në Florë që kanë fëmijë për uniformën dhe për gjitha në nuk ka para nuk ka si të ketë. Sepse uniforma fillove duke hedhë syze dhe celular pse? Ku djove më bërë? Pra, edhe një herë që nuk ka çfarë abuzimi të ketë, sepse federata ka listën e ekipeve, ka listën e lojtarëve, ka listën e trajnerëve dhe shoqatave të cilët servisin këta lojtarë, dhe në bazë të kësaj liste bëhet dhe shpërndarja e uniformave. Pra që çdo lojtari t'i shkojë uniforma, seti uniformave që duhet, me masën e tij përkatëse. Ndërkohë, Kevi, për ta mbyllur, kemi harruar ndonjë gjë, ndonjë element nga investimet e rëndësishme? Investimeve në infrastrukturë, ne së shpejti do ndërtohet edhe stadiumi në Kavaj. Ne jemi në fazën e aplikimit për leje, ku janë dorëzuar të gjithë dokumentat e nevojshëm dhe me miratimin e lejes në bashkëpunim me Bashkinë e Kavajës, pritet që gjatë vitit 2026 shpresojmë fillojë dhe ndërtimi i këtij stadiumi, duke i ofruar një stadium shumë të rëndësishëm qytetit Kavajës, i cili ka dhe tradit apo Florin në futboll. Për futboll. Patjetër do jemi këtu patjetër për të diskutuar edhe për këto investime të tjera infrastrukturore dhe të bëjmë një lloj përditësimi se si po ecin edhe punimet. Ndërkohë, të mërkurën tjetër do të jemi përsëri këtu për të folur pak më specifikisht për galan në lidhje me të nominuarit, me personalitetet të cilët do të jenë të ftuar në këtë vit, po ashtu edhe disa nga prapaskenat në lidhje me qoftë nominuarit, qoftë fituesit e mundshëm, edhe çdo gjë tjetër që mund të vijë për këtë mbrëmje kaq shumë të shumë pritur. Unë ju falenderoj të gjithë të ftuarit, Altin Sulçe, Kevin Leshi, Florian Riza. Flori, si të duk sot emisioni me Sulçen të ftuar? Përmirësimet e Sulçes janë të jashtëzakonshme. Do kemi ndoshta hapësirë do kemi prapë në emision. Flori, ti duhet vish sa më shpejt në emisionin Megasport në Adyshelen ditën çdo diel atje. Sepse ke nevojë. Duket pas ke humbur instinktet e zakonshme që ke pasur në studio televizive. Nuk e di, ka shumë punë këtu në federatë, po çfarë ndodh? Punën kemi ne. Punën kemi. Edhe ti do ftohesh tani. Patjetër. Shumë faleminderit Sulçe, Leshi dhe Riza. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër, si gjithmonë me trajat më të fundit nga futbolli shqiptar. Mirupafshim.